Hidrocentrali i Banjës ka vijuar hapjen e portave të shkarkimit për të menaxhuar prurjet e larta të ujit në rezervuar pas rreshjeve intensive të ditëve të fundit. Në 2 ditët e para, shkarkimet arritën deri në 290 metra kub për sekond, ndërsa së bashku me prodhimin e energjisë elektrike, sasia totale e ujit të lëshuar ishte rreth 390 metra kub për sekond. Në ditën e tretë, shkarkimet janë ulur dhe aktualisht ndodhet në kuotën 190 metra kub për sekond. Sipas të dhënave zyrtare, në të 2 rezervuarët e kaskadës së Devollit, Moglicës dhe Banjës, u regjistrua një akumulim i madh prurjesh, i cili kulmoi me mbi 900 metra kub ujë për sekond. Autoritetet përgjegjëse njoftojnë se ndonse situata ka qenë tetë e vështirë, komunikimi me strukturat e emergjencave civile ka nisur që në momentin e parë, edhe pse rregulloria teknike nuk parashikon këtë detyrim jashtë gjendjes së emergjencës. Shkarkimet kanë nisur pasi niveli i ujit të rezervuarit të Banjës tejkaloi kuotën rregullatore prej 175 metrash, duke e bërë të domosdoshme nisjen e menjëhershme të operacioneve. Aktualisht parashikohet që shkarkimet të vijojnë deri në momentin kur niveli i ujit në rezervuar të bjerë në kuotën e 150 metra. Ndërkohë, autoritetet konfirmojnë se lumi Devoll nuk ka shkaktuar përmbytje në toka përgjatë shtratit të tij. Megjithatë, në pikën ku Devolli bashkohet me Osumin pranë Kuçovës, duke formuar lumin Seman, janë regjistruar përmbytje të konsiderueshme në toka bujqësore dhe banesa, kryesisht në zonën e fshatit Kozar.